Në videon që ju tregova mbram për therrin me thikë të gruas nga shqiptari, ngjarja ka ndodhur në München, edhe ka ndodhur kështu. Këta dy zbashku i kanë 2 fëmijë. Më lejoni t'ja tregoni foto. Ta dy zbashku i kanë 2 fëmijë, një vajzë 4 vjeçare dhe një djalë 7 vjeçar, të dytë janë kosovar, shqiptar të Kosovës. Ngjarja ka ndodhur kështu. Këta kanë pas më herët problem në janar të 2024-s, ku gjyqtari ka marrë vendim që ky mos më afru mu familjes deri në korrik të 2024-s. Ky pas ka qenë edhe më herët për probleme tjera në gjykata si vjedhje, rraje, therje, kështu me radhë. Dhe një ditë dje ka shku me marrë qiken të qerdhja, të kopshtit, të kindergarten. Edhe kur ka shku aty me marrë të kindergarten, s'ja ka nep ata dhe kanë lajmëru nanën. Kur ka shku kjo, e ka marrë qiken, e ka qu të një shoqe vetja, u shku me marrë djalin. Ty u kthy tash pi shkollë, kështu në çfarë të merri, ky averi e ka taku edhe e ka therr nërsy djalit, që to është shtrame, pas po me qitë se TikToki nuk lejon gjakun mu pa, është shtrame, edhe e ka pa, domethënë e ka taku gruan vet, e ka në rrugë, e ka therr me thikë. Për fat mirë kjo ende është gjallë. Fëmijët i kanë marrë, siç ju thash në emrami, institucionet për kasë si Jugendam të kështu me radhë, janë të kujdes për ta. Ky është arrestu. Dikush në koment të më tha mos i thuj kafsh. Dëgjoni, unë du me besu thellësisht që njerëzit nuk e mysin njëri tjetrin. Vetëm kafsh të hajnë njëri tjetrin. Unë du me besu thellësisht që njerëzit e kuptojnë që s'kan kur farë drejtë me ja marrë shpirtin tjetrit. Vetëm kafshët nuk e kanë këtë dieni. Prandaj për mua kjo është kafsh. Pavarësisht çka ka bo kjo. A është kurrë, po, le. Ashtu kështu ku ke qenë i dom, po ndajo. Po s'po më jap fëmijët, shkon gjykat. Nuk mundesh me vrarë më marr fëmijët. Harrohet më vet.